para se Roma të sundonte botën. Në kodrat e gadishullit ilirik ngriheshin mure gjigante që sfidonin kohën. Ilirët, para ardhësit e lashtë të shqiptarëve, nuk ishin vetëm luftëtar. Ata ishin ndërtues të jashtëzakonshëm. Në Bosnje e Hercegovinë ende qëndron Daursoni, qyteti antik ilir me mure ciklopike prej gurësh gjigant, gurë aq të mëdhenj dhe të vendosur me aq saktësi sa edhe sot arkeologët habiten se si u ndërtuan. Dhe më e pabesueshmja, këto kala u ngritën shumë kohë para se Roma të bëhej perandori. Në Shqipëri, kalaja e Persqopit dëshmon se ilirët përdornin teknika ndërtimi që më vonë do të përdorëshin edhe nga vetë romakët. Mure deri në 7 metra të larta, fortifikime të projektuara me logjik ushtarake dhe pozicione që kontrollonin rrugët më të rëndësishme të Ballkanit. Pra jo, ilirët nuk ishin fise primitive siç janë paraqitur shpesh. Ata ishin strateg, inxhinier, arkitekt të luftës dhe mbijetesës. Dhe kur Roma mbërriti në këto troje, nuk gjeti barbar me kasolla. Ajo gjeti kala aq të avancuara sa shumë prej tyre i ripërdori dhe u frymëzua prej tyre. Ndoshta historia nuk e ka treguar kurrë mjaftueshëm këtë pjesë, por gurët e lashtë të Ilirisë lasin ende sot.